Faqja na ishte dikur, kujton sot në përvjetorin e ndarjes nga jeta aktorin e paharruar, Ndrek Luca, i cili u nda nga jeta më 13 janar 1993. Ndrek Luca lindi më 3 shtator të vitit 1927, në krahinën e Dukagjinit, një treve e njohur për qëndresën, karakterin dhe shpirtin e fortë malsor. Familja e tij u shpërngul në Shkodër, kur ai ishte ende fëmijë, dhe pikërisht aty, mes traditës qytetare dhe frymës kulturore të këtij qyteti, nisën të shfaqeshin shenjat e para të një pasioni që do ta shoqëronte gjithë jetën, pasioni për aktrimin. Që në moshë të vogël, Ndrek Luca ndjente një tërheqje të veçantë ndaj skenës, fjalës së thënë dhe personazheve që merrnin jetë përmes artit. Ky pasion nuk do të mbetej thjesht një ëndër fëmijërie, ai do të shndërrohej në mision jetësor. Pas përfundimit të shkollës së aviacionit në Jugosllavi dhe kthimit në AD, në vitin 1950, Ndrek Luca kërkoi të aktivizohej në teatrin e ushtrisë. Ishte një kohë kur arti shqiptar ishte ende në hapat e parë të institucionalizimit të tij dhe talentet e vërteta dalloheshin që në provat e para. Fal talentit të jashtëzakonshëm dhe përkrahjes së regjizores ruse Zina Andri, Ndrek Luca kalon po atë vit në teatrin popullor, sot Teatri Kombëtar, duke nisur kështu rrugtimin e tij si aktor profesionist. Debutimi i tij ndodhi më 11 nëntor 1950 me rolin e Shpend Gjeto Plakut në dramën Halili dhe Hajria të Koljakovës. Ishte një rol që u prit me vëmendje dhe që shënoi fillimin e një karriere të gjatë dhe të jashtëzakonshme. Në vitet që pasuan, Ndrek Luca do të interpretonte mbi 100 role në teatr, duke krijuar një galeri personazhesh që mbeten edhe sot pjesë e kujtesës kolektive të publikut shqiptar. Ndër rolet e tij më të spikatura në teatr përmenden Xhiri në dramën Arturo Y të Bertolt Brechtit, ku Luca shfaqi mjeshtërinë e tij në interpretimin e figurave komplekse dhe alegorike. Roli i Jagos në Otelo të Shakespeare-it mbetet një nga kulmet e karrierës së tij, një interpretim i errët, i thellë dhe psikologjikisht i ndërtuar me mjeshtri. Po aq të fuqishëm ishin edhe rolet e tij në dramaturgjinë shqiptare, Baca në Baca i Gjetajve të Fadil Krajës, Leka në Toka Jon, apo Brun Troli në Përmbytja e Madhe të Koljakovës. Në këto role, Ndrek Luca mishëroi figurën e shqiptarit të fortë, burror, por edhe tragjik, të lidhur fort me tokën, nderin dhe fatin. Përtej aktrimit, Ndrek Luca ishte edhe autor dramatik. Ai shkruaj pjesë teatrale që u vunë në skenën e Teatrit Kombëtar, duke dëshmuar se ishte jo vetëm interpretues i madh, por edhe krijues me mendim dramatik të thellë. Ndër veprat e tij më të njohura janë 7 Shaljanët, Votra e huaj, Ëndra në diell, Bardha dhe Histori irkutase. Në kinematografi, Ndrek Luca debutoi në vitin 1963 me rolin e Tomorit në filmin Detyrë e posaçme. Ky ishte vetëm fillimi i një rrugtimi të gjatë edhe në ekranin e madh dhe televiziv. Gjatë karrierës së tij filmike, ai interpretoi mbi 30 role, duke krijuar personazhe të fuqishme dhe të besueshme. Publiku e mban mend si Komisari i Dritës, Don Palin, një figurë me peshë morale dhe shpirtërore, si Kapter Rahmiu në Dueli heshtur, apo si Gjinin në Plag të vjetra. Një nga rolet më të spikatura ishte ai i Pjetër Mustakuqit në filmin Operacioni Zjarri, si dhe interpretimi i Ndrios në filmin televiziv Udha e Shkronjave, ku Ndrek Luca solli në ekran figura historike me ndjesmëri dhe dinjitet. Vlerësimet nuk munguan. Në festivalin e parë të filmit shqiptar, të mbajtur në Tiranë në vitin 1966, ai u nderua me çmimin e parë dhe medaljonin e festivalit për rolin e Gani Herrit në filmin Rrugicat që kërkonin diell. Në vitin 1983, për rolin e Mark Sokolit në filmin televiziv Flaka e Maleve, Ndrek Luca u vlerësua sërish me medaljonin e festivalit në festivalin e 5 të filmit shqiptar. Ndërsa në vitin 1991, ai mori medaljonin e festivalit për interpretimin e Vufan Pashës në filmin Balada e Kurbinit në festivalin e 9 të filmit shqiptar. Në vitin 1987, Ndrek Luca doli në pension, por jo nga arti. Ai mbeti gjithmonë figurë referimi, emër që përmendej me respekt dhe nderim nga brezat e rinj të aktorëve. Ai ishte i martuar me aktoren e mirënjohur Mimika Lucën, me të cilën ndau jetën, skenën dhe dashurinë për artin. Ndrek Luca u nda nga jeta më 13 janar të vitit 1993
duke lënë pas një trashëgimi të pasur artistike dhe një emër që nuk u shua kur nga kujtesa e publikut shqiptar. Për më shumë video të tilla, abonohuni në kanalin ton. Na ishte dikur.